Policia parkas! Vëllezërit përmetar Voltan e Juger Gjani, të cilët u arrestuan në kuadër të operacionit Enigma në Durrës, dyshohen të jenë të implikuar në cilësinë e organizatorëve dhe financuesve në vrasjen e biznesmenit Bujar Nasufi. Mbrëmjen e 12 janari 2025, në afërsi të zonës së njohur si Pallati me Shigjeta në kryeqytet, burimet besuara për News 24 bëjnë me dije se profili i ADN-s i gjetur në një dorez gjysmë të djegur në vendin ku autori braktisi motorin që përdori në vrasje, do të krahasohet me profilet e ADN-s së dy vëllezërve. Vëllezërit, të cilët janë të skeduar për trafik droge në Holand, dyshohet se kishin konflikt me biznesmenin Nasufi për motive pronësie. Përplasja mes tyre ka qenë e fortë dhe e vazhdueshme. Pas zbulimit të profilit të ADN-s, gjykata urdhëroi që t'i merrë kampion nënës së dy vëllezërve me qëllim krahasimin, pasi në këtë mënyrë prokuroria do të mund të kishte edhe provën kryesore kundër tyre. Bujar Nasufi u qellua për vdekje pranë banesës së tij në sytë e gruas, teksa po parkonte automjetin. Më herët Voltan Gjani ishte shpallur në kërkim si i implikuar në ekzekutimin e Elis Roshkodol në Shkodër, pasi në servisin e tij u gjet makina që u përdor në vrasje. Ndaj tij u ngritën akuzat krijimi kushteve për të kryer vrasje dhe trafikim mjetesh motorike. Prokuroria e Shkodrës po heton se mes vëllezërve Gjani dhe Roshkodolit kishte përplasje për çështjet e trafikut të drogës. Aratia e Voltan e Juger Gjanit mori fund të mbrëmjen e së njëjtës në Durrës. Ata u kapën shoqërinë e të shumë kërkuarit Gjevdet Plaku, i njohur me Novkën Akili, i aratisur nga burgu në Itali, dhe Flobenc Meqas, alias Gega apo Drini, antar i organizatës kriminale të drejtuar nga vëllezërit Franc e Hajdar Qopja.